Si e mbyllin javën, 12 shenjat e zodiakut, çfarë energjie do të në vijë nga universi. Jemi Jorgo Pullën për parashikimin javor të yjeve. Mirë se erdhe, Jorgo. Së gjitha kënaqësia ime. Bëjmë një përshkrim njerë fillimisht si mbyllet kjo javë? Po, është një javë shumë e rëndësishme dhe vëmendje që duhet bëjmë në gjërat që neve duhet të mbyllim, sepse përgatitemi për muajin që po vjen, sepse është java e fundit dhe e këtij muaji dhe nismat e reja për muajin që po vjen. Që do të kemi shumë ndryshime, shumë ndikime. Mirë po, kjo javë fundit njerëzit marrin vendime shumë të rëndësishme për të nisur diçka të re. Dhe kjo na bën që kemi një ndikim shumë të madh, se kemi një hënë të re. Dhe duke erdhur korriku për plotësimi i dëshirave dhe i gjërave të mëdha, sepse 14 ditë që do vinë, kemi një hënë të plot, pastaj në çështjet e mëdha, në çështjet e ndryshimeve të mëdha që kemi, sepse kjo javë është shumë e rëndësishme, kjo hënë e re që ngjyros gjërat dhe fushat e errta të jetës sonë, të shpirtit tonë. Dhe kjo do të thotë që na bën që të drejtohemi drejt gjërave të mëdha që ne duam. Po unë them nga hera dhe kjo do të thotë sepse hyrja e Mërkurit në Luan, pikërisht në këtë javë, në një shenjë zjarri, ku na ndihmon shumë në lidhje me disa diskutime dhe çështje pune. Po do të kemi njëkohësisht kujdes në tensionet, sepse një kënd i vështirë që bën ndikimi i Jupiterit, Saturnit dhe Neptunit nga fundjava, që do të thotë që nga ndonjëherë komprometon disa gjëra, por jemi të gatshëm të përgjigjemi gjithçkaje. Dhe është një javë me të mira dhe vështirësitë e veta, por do marrim më të mirën e saj, më pozitivitetin e saj, që ka të bëjë me kontrata, ka të bëjë me çështje madhore. Prandaj themi duhet pasur kujdes sepse kontratat që bëhen tani janë afatgjat dhe nëse nuk jemi të kujdesshëm, atëherë është problem më vonë. Prandaj duhet pasur kujdes në këto gjëra. Si do të jetë Dashi për shembull gjatë kësaj jave, si është pozicionuar? Duket se Dashi, pozicionimi i shenjës së Dashit ka të bëjë shumë në lidhje me çështjet profesionale. Duke pasur parasysh Mërkuri në shenjën e Luanit jep avantazhe, mundësi dhe rëndësi në atë. Po shenjat e Dashit janë të zgjuar në lidhje me anën e çështjeve ekonomike, kanë të bëjnë disa prezantime këtë javë në fushën e marketingut, për ata që punojnë me marketing, për ata që punojnë me çështje të punës të mëdha që kanë të bëjnë, që ka bëjnë me komunikimin, duke pasur për Mërkuri është komunikimi dhe në shenjë zjarri pra, që ndikohet shumë, por dhe Dashi ka ndikim se futet në grupin e shenjave të zjarrit dhe është një mundësi shumë e mirë tani duke pasur parasysh në lidhje me familjen, në lidhje me punën e tyre aktuale. Në çështjet shpirtërore, meqense Mërkuri zhvendoset në këtë shenjë, pra shenjën e Luanit u jep një mundësi plus të palidhurve, për ata që kanë pasur probleme me lidhjen e tyre, duket se kjo hënë e re dhe Mërkuri në shenjën e Luanit të stabilizimit dhe të çështjeve madhore që kanë të bëjnë, është një moment shumë i mirë për të zgjidhur problemet e tyre. Në fakt, nëse kanë të bëjnë të palidhurit për shembull, ose bashkim familjar, duket se është një diçka shumë pozitive. Madje aty ditën e Mërkurit për shembull, sepse Mërkuri është ndikimi i anës së re, është mirë që të bisedojnë dhe të zgjidhin zgjidhje me problemet që ata kanë pasur më përpara dhe mund të rregullojnë tani në këtë periudhë. Po Demi? Për sa përket demëve, demë duket se ka të bëjnë shumë në lidhje me planet, prezantimet, propozimet, bashkëpunimet, kontratat të rëndësishme që ata kanë dhe është një mundësi shumë e mirë tani. 10 ditë që i parë, 10 ditë që i tretë janë shumë të favorizuar dhe përfitojnë atë që ata janë, sepse demët janë largpamës, demët nuk vendosin sot për sot, por vendosin sot për mot dhe kjo do të thotë shumë për sa përket, po të vini re, të shenjës së Demit nuk parajdun shumë demët, sepse demët janë komfort, thonë, demët nuk binu i di në shumë gjëra, por Demi të ndihmon dhe të mbron nga njëra anë. Dhe në anën tjetër, mundësi që ka të shenjës së Demit në këtë periudhë është një periudhë shumë e mirë për të stabilizuar çështjet ekonomike financiare, sepse kanë pasur këtë 3 mujor kanë pasur shumë probleme në fushën e ekonomisë, një çështje kredie akoma nuk po e mbyllin dot, por gjithsesi është një kohë shumë e mirë për të kjo javë për të mësuar nga gjërat e vjetra, problematikat që kemi pasur dhe mos i bëjnë tani etutje. Gjithashtu në çështjet shpirtërore duket se është një mundësi shumë e mirë ku Mërkuri në Luan u jep mundësi të shenjës së Demit për të zgjidhur problematikat e tyre. Për ata që janë palidhur, duket se njohjet do lindin nëpërmes një grupi njerëzish, takime, bisedime, udhëtime dhe është diçka shumë e madhe që ndodh. Ato që bëhen lidhjet në këtë javë nuk ka shanse të ndahen. Morës nga do që ta marrësh është diçka që shkon në martesë dhe diçka shumë pozitive për ata, sidomos me Akrep të dhjetëçit të dytë. Kalojmë tek shenja e binjakëve, po. Për binjakët. Binjakët duket se ka të bëjnë shumë me çështjet e pagës, rritje page mund të kenë.
mund kenë përfitime marrëveshje ose të dhëna financiare që duhen ripërcaktuar. Është një periudhë e mirë për të negociuar në kushte të mira, për të organizuar shpenzimet dhe fitimet, për të investuar me mençuri. Pra, kanë bënë shumë në lidhje të çështjeve të punës së tyre. Dhe me Mërkurin në Luan rrit aftësinë e tyre për që të jenë sa më të qartë, të saktë ato që do të bëjnë dhe ka të bëjnë shumë me profesionin që kanë binjakët. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë sepse bashkëpunimet janë shumë të favorizuara për sa përket kësaj jave, sidomos ditën e mërkurë të njëjtë premte, është një kohë shumë e mirë për juve dhe nëse keni pasur probleme ose disa udhëtime që keni shtyr më përpara, duket se tani me këtë hënë të re është një mundësi shumë e artë për sa përket çështjeve madhore. Guvernatori juaj Mërkuri që shkon në Luan është në një moment shumë i mirë tani e tutje ku do të keni mundësinë për të zgjidhur çështjet problematike. Në çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, edhe pse ndikimi që keni pasur me Mërkurin që shkon në Luan zgjidh disa probleme që kanë pasur ose disa lidhje thasha theme problematika të ndryshme, duke se fshin nga memoria juaj dhe duket se stabilizoni një herë e mirë gjërat që juve keni. Dhe është një mundësi shumë e mirë e artë, do thoshëm për sa përket çështjeve madhore dhe çështjeve financiare për sa përket këtyre gjërave. Gaforia, kalojmë te Gaforia. Për sa përket gaforeve, gaforet, guvernatori i Gafores, që do thot Hëna, ka të bëjë shumë që formohet në shenjë e Gafores. Hëna e re, ku është një mundësi shumë e ardhë, një diçka shumë pozitive, ndikime shumë prania e Jupiterit në shenjën e tyre gjithashtu, në shenjën e Gafores. Kemi një mundësi të ardhë gjithashtu në lidhje me çështjet ekonomiko-financiare, problematika që kanë pasur, çështjet gjyqësore. Ai gëzim shumë i madh që do të kenë shenjës së Gafores, kanë bën shumë me një çështje ligjore ku e fitojnë, një pasuri e paluajtshme, një padrejtësi që është bërë në punë, kanë heqje nga puna, duket se e fitojnë. Por po të vini re, shenjës së Gafores mërziten shumë, janë shumë mistik në fakt janë sekret për ato që flasim, por nëse do doni një shoqëri që të bëni me Gafore, apo të bëni me gjëra që do të mund t'i thoni, gjërat më të rëndësishme, thojeni Gafores. Gaforia është aq e sigurt për gjërat që bëjnë. Dhe Gaforet janë në vend të kyçe. Gaforet kanë shumë gjëra, mund të rregullojnë gjërat e të tjerëve dhe lënë të tyre. Dhe vjen një moment tani që Gaforia ka mundësinë e artë për sa përket gjatë gjithë vitit, është pikërisht ky moment, sepse ka të bëjë në dy raste shumë pozitive, kur është ndikimi i Jupiterit në shenjën e Gafores, që bën gati 12 vjet që ka qenë cikli që ka bërë në 12 shenjë zodiakale që ka bërë te Gaforia. Kemi gjithashtu dhe ndikimin më të madh që do të thotë guvernatori që është Hëna, që është në shenjën e vet, në shtëpinë e vet, ku jep shumë mundësira në fushën e punës dhe kontratave të rëndësishme që ata kanë. Në fushën e dashurisë, edhe pse është një fazë tjetër që mund të ndikojnë disa probleme që kanë pasur në janarin e 2025 dhe u rregulluan disi në muajin mars, fundi mars, fillimi prillit, duke se tani nga muaji prill deri dhe në vazhdimsi, duke se gjërat janë shumë pozitive dhe mundësitë janë të arta për sa përket vazhdimësisë dhe korrekcisë së tyre në këtë fushë. Kalojmë te Luani. Luanët duhet të gëzojnë për dy arsye, për Mërkurin në shenjën e tyre, për ndikimin e madh diellin që ka një ndikim shumë të mirë, një kënd që bën tek Luanët dhe një mundësi shumë e mirë për flirtimet në lidhje me punën. Do kenë një mundësi të artë tani, për sa përket çështjeve të punës së tyre, do ikin nga i vend pune që kanë ose do japin dorëheqje, sepse kanë një vend tjetër. Por unë ju them që mirë është në këtë javë të jeni pak më korrekt me veten tuaj, sepse nuk jeni për arsye sepse ato gjë që doni të bëni e tregoni, pra e ekspozoni, mos ekspozoni veten tuaj, sepse është një moment mjaft i vështirë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë lidhje me takimet dhe vendimet që mund të merrni. Pra është diçka shumë e madhe që mund të ndikohet tani në këtë periudhë. Pra është një gjë që kërkon vëmendje, kërkon kujdes në çështjet e mëdha që lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me punën e tyre dhe vendin ata që do të bëjnë në këtë drejtim. Por gjithsesi në çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, duket se kanë të bëjnë mjaft me lidhjet e reja, kanë bëjnë shumë me bashkim familjar, për ata që janë jashtë në diasporë, ku diun në vende të tjera, përfitojnë një përfaqësi dhe kjo është diçka shumë e madhe, një gëzim shumë i madh familjen e tyre dhe është një moment shumë i mirë dhe ndikime mjaft pozitive në jetën e tyre. Kalojmë te Virgjëreshat. Për Virgjëreshat duket se jeta profesionale ndikohet pozitivisht dhe ndikimi i çështjeve të punës, lidhje me bashkëpunime, iniciativa, në lidhje shumë gjëra të mëdha që do të ndikohen, por një kujdes të veçantë do të bëni juve të kësaj shenje në lidhje me çështjet ekonomiko-financiare, sepse po përgatiteni për bërë një blerje, mirë po kjo blerje nuk është akoma gati për të nisur diçka, sepse keni bërë në plan këto 2 javë të shkuara, por gjithsesi Virgjëreshat me një mundësi të vogël që ju jepet tani, që mund ta marrin si vendim ose diçka shumë interesante, ku ata kanë prej shumë kohë që mendojnë, logjikojnë, veprojnë dhe mundësitë që juve
e keni tani në këtë periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të zgjidhur problematikat, për të zgjidhur gjërat që keni pasur dhe gjithashtu edhe pse keni pasur grindje në familje, por kjo do të thotë për të mirën e familjes, por nuk do të thotë problem. Të palidhurit kanë një ndikim shumë të mirë tani sepse e papritura nganjëherë gjërat surprizë janë të papritura dhe ky është një moment shumë i mirë tani për juve të kësaj shenje, sidomos të dhjetëçit të tretë, shenjës së Virgjëreshës ka një mundësi të ardhë në lidhje me ujorin ose me dashin të dhjetëçit të tretë. Gjithashtu ka dhe indikim me shigjetarët që mund të kenë një njohje të këtij lidhje serioze ose bashkim familjar është diçka shumë pozitive. Le të kalojmë te ku jemi, te peshorja jemi po. Për peshore duket se hënë re dhe ndikimin me Jupiterin në lidhet shumë me sektorin e karrierës. Kjo është e rëndësishme, keni gati të merrni përgjegjësitë për zgjidhjet tuaja dhe të shfaqni aftësitë tuaja pa egzagerim. Mërkuri në Luan rrit kontaktet me njerëz të fuqishëm dhe shumë gjëra të tjera që do të keni mundësinë për të zgjidhur shumë probleme dhe çështjet madhore e financave në lidhje me vendin e punës suaj. Edhe pse do të keni një ngritje në detyrë, por do të keni shumë kujdes në lidhje me paranë, sepse mund të merrni shumë gjëra përsipër, por nga ana ekonomike a jeni të kënaqur që ta bëni atë punë që ju e dini ta bëni mirë dhe kjo ndodh në fakt në disa raste, por gjithsesi shikojeni mirë gjërat, mos u nxitoni dhe motoja në këtë drejtim është eci avash sepse nxitoj. Nëse do t'ju duhet të firmosni një kontratë me Deomos sepse nuk lejohet apo keni limitet e fundit që mund të keni për i kontratë, atëherë unë mund t'ju them ditën e mërkurë, ditën e njëjtë janë ditë shumë të mira për lëvizje. Kurse përsa përket çështjeve të punës, për peshorët kanë dhe lëvizje me jashtë dokumentacione, ka diçka shumë e mirë dhe pozitive. Në çështje shpirtërore, edhe pse duke në çështet e dashurisë ose lidhjet ose një fejes dhe diçka shumë e madhe nëse doni që ta ekspozoni në familjen tuaj të dashurinë tuaj të njerëzve të juve keni e dashura juaj me njerëz që ju rrethojnë është shumë mirë dhe mërkura e njëjtë dhe e diela ose shkëmbim unaze dita e mërkurë dita e njëjtë janë ditë shumë të mira për të gjitha shenjat, por meqense jemi tek peshorja ka diçka të veçantë në këtë drejtim. Kalojmë tek akrepi. Akrepët duket se me këtë hënë të re mund të sjellë hapa në profesionin e tyre më shumë ata që janë jashtë ose do marrin një dokument shumë të rëndësishëm për sa përket akrepëve dhe kanë lëvizje nga çdo drejtim. Akrepët do kenë mundësinë e dokumentacionit për ata që ndodhen për shembull. Akrepët kanë mundësinë shumë të mirë ata që janë më shumë se një vit, 2 vjet për shembull që janë jashtë, kanë ndikim shumë të mirë në dokumentacione. Me daljen e një ligji në flas për shqiptarët, se do kemi një mundësi të tillë se tani duken gjërat në fuqia dhe mundësia që kanë bërë shqiptarët sepse ata kanë zgjuar sinë dhe maturinë e tyre. Dhe vjen një moment tani për dokumentacione, është koha shumë e mirë e tepër e përshtatshme në lidhje me takimet dhe vendimet që do të marrin në fushën e punës së tyre dhe të ekonomisë. Është një moment shumë i artë për ta për rritje ekonomike. Kurse në çështjet e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa probleme të ndryshme në fushën e dashurisë, por duke se e zgjidhin të dhjetëçit të tretë kanë pasur një ndarje gabimisht ose rastësisht nga disa çështje të brendshme të tyre, por vjen momenti tani që do ta zgjidhin pikërisht, është momenti tani, është koha tani që e zgjidhin këtë problem dhe shumë shpejt. Pas akrepit jemi të shigjetarët. Shigjetarët duket se kanë të bëjnë në lidhje me punën e tyre, kanë të bëjnë në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që do marrin tani e tutje. Mërkuri në Luan duket se i ndihmon jashtëmase në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit, sepse duket se kjo periudhë është lidhet shumë me financat, me palët e treta, ka të bëjnë me partneritete, institucione bankare, që do dalin në pa përse përket zgjidhjeve dhe problematikave të tyre. Kjo do të ketë një burim të ri të ardhurash ku është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur problemet e tyre që ata kanë në fushën e dashurisë. Edhe pse kanë pasur shumë probleme, janë pak fajtor në fushën e dashurisë, sepse kanë lënë pasdore, edhe pse mundohen shumë që të arrijnë me të dashurin të kenë një gëzim në familjen e tyre, por ky vjen tani është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar ose për të qetësuar disi lidhjet apo ndryshimet që keni në familjen tuaj ose një pasardhës që mund të prisni në jetën tuaj. Kalojmë tek Bricjapit. Bricjapët. Për sa përket Bricjapëve, Bricjapët duket se ka të bëjnë shumë në lidhje me menaxhimin e çështjeve të rëndësishme, rinovimin, marrëveshje në lidhje me punën e tyre, në kushte që shërben më së miri zhvillimin tuaj të ardhshëm. Nëse jeni në fazë negociatash, tani është koha e dur të paraqitni qartë pozicionin tuaj dhe për të formuar marrëdhëniet personale bazuar në besimin dhe ndërsjelljen tuaj. Mërkuri në Luan datën 26, ku ka një ndikim shumë të mirë
strategjinë që juve keni, menaxhimin që juve keni, financat dhe mundësit që juve keni është një kohë shumë e artë dhe kjo ka ndikuar shumë se nga java e kaluar edhe në vazhdimsi, por në fundit juve e dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku jeni dhe është një moment shumë i mirë për juve të shesë Bricapit, sepse keni gurin dhe arën dorë për gjetur një vend për ta thyer dhe këtë keni gjetur dhe këtu ka të bëjnë shumë si në lidhje me punë të mëdha që mund keni në firma të ndryshme, do të dilni shumë të fituar. Edhe pse thasha theme të ndryshme që mund të flasin ndaj jush janë fshirë nga memoria, duan që të bëjnë shoqëri, por ju e dini shumë mirë se kush dhe nga se vinë thasha themet, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar sepse do zgjidhni një problem shumë të madh që keni pasur. Në çështje shpirtërore, edhe pse jeni pak mbrapa me këtë kohë, por jeni fokusuar shumë tek puna juaj dhe keni lënë pas dore dashurinë. Por dashuria duke se tani vjen në një kohë të papritur dhe keni mundësi për të zgjidhur një problem të tillë, sepse hyrja e Merkurit në Luan ju jep mundësi në komunikime dhe në vazhdimsi të jetës suaj. Ujori? Për ujorët. Kjo javë thekson organizimin dhe menaxhimin e detyrimeve që mund keni. Duhet pasur pak kujdes nëse keni probleme me bankat. Është mirë që të bisedoni. Bisedoni pas nesër dhe ditën e premte. Janë 2 ditë shumë të mira që mund të jeni zgjidhje. Mund mos keni gjetur zgjidhje më përpara, por vjen një moment tani, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Dhe është koha që juve të merrni vendime të rëndësishme në fushën e punës suaj, të karrierës suaj dhe është një moment shumë pozitiv. Madje keni mundësinë për gjëra të mëdha dhe blerje që mund të bëni, ose një shtëpi, ose një makinë, ose diçka kësaj natyre, sepse do ta jini zgjidhjen dhe kjo është në të mirën e punës suaj dhe të familjes suaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bën, kontaktet, mundësitë, rëndësitë të veçanta që do të keni për ata që janë në një lidhje ose një njohje romantike, duket se kthehet në lidhje serioze dhe vazhdimësia duket e mbarë. Nga data 26 qershorit, me hyrjen e Merkurit në Luan, marrëdhënia ndërpersonale fitojnë interes të ri dhe njohja njëri tjetrin, komunikimi forcohet, shfaqjet dhe nevojat të ndryshme që do të keni janë të qarta për të ardhmen tuaj. Lidhjet afatgjatë që mund të keni juve të shenjës së ujorit ka të bëjnë shumë dhe me dem të 10 diqit parë, me Luan të 10 diqit të tretë. Dhe shenja e fundit peshqit. Përsa përket peshqive, peshqit duket që mund të kenë mundësinë dhe zgjuarsinë e tyre. Juve punoni me zgjuarsi, juve punoni me instinkt, juve punoni me të drejtën tuaj. Është një mundësi shumë e mirë, shumë e artë dhe shumë produktive në lidhje me punën, sepse herë në re hap rrugën për ide të reja, për vizion të ri, për punë të re dhe shumë gjëra të tjera. Meqense Merkuri kalon në shenjën e Luanit dhe kjo do të thotë që ndikimet që kanë bërë, interesi, puna juaj bëhet më efikase dhe më e organizuar. Një diçka shumë e madhe që ndodh tek juve të shenjës së peshqive ka të bëjë shumë me një punë të re, që keni shumë kohë, po bëni gati 2 javë që po e kërkoni kjo punë e dytë, por kjo punë e dytë mund të mundi punën e parë dhe mund të qëndroni aty tek puna e dytë sepse është diçka shumë pozitive, por mbajini sekret derisa ta stabilizoni. Pastaj nxjerrni CNN, nuk ka problem, por mos tani për tani nuk është mirë që të sepse hëna e re, ngadonjëherë nuk është të mirë kur neve ekspozohemi. Nuk është asnjëherë mirë, po me hënën e re është pak më problem. Prandaj duhet keni kujdes në ekspozime dhe në gjërat e kësaj natyre. Gjithashtu në fushën e dashurisë është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive sepse do krijoni një familje për jetën tuaj, do krijoni një familje për vazhdimsinë e jetës suaj dhe është një moment shumë pozitiv. Madje është koha dhe momenti i duhur për stabilizuar familjen tuaj në të ardhmen të afërt. Faleminderit Jorgo, të uroj mjaft mbar. Kam mbritur ndërkohë dhe doktor Ylli Merja për të vazhduar më pas me rubrikën tonë të përjavshme Bima dhe Shëndeti, ku sot në këtë bisedë do të ndalemi për zhurmat në vesh. Ky alarm i heshtur i brendshëm sinjal që na bezdis, si duhet ta trajtojmë në mënyrë natyrale, shihemi pas pak.